falimin e sotëm dua t'u akushtoj të gjithë studentëve që e duan të ardhmen e tyre në Shqipëri. Ju bëj thirrje që ta mbajmë fort këtë protestë, sepse kjo është protesta e të ardhmes tonë. Bashkohuni, sepse vetëm së bashku mund të ndryshojmë Shqipërinë, dhe të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për veten tonë dhe për brezat që do vinë. Studentat nuk pranojnë më kursat tuaja qesharake 100.000 lekëshe. Studentët nuk pranojnë të jetojnë më në konvikte me kushte skandaloze. Studentët nuk pranojnë më të udhëhiqen nga pedagog që i shërbejnë vetëm pushtetit. Nuk pranojnë më të udhëhiqen nga pedagog që përveç se i shërbejnë pushtetit, nuk i shërbejnë as pak dijes dhe të vërtetës. Sot jeni përballë forcës më të madhe të këtij vendi. Përveç se përballë studentëve, jeni përballë popullit shqiptar. Kemi pritur me vite që këta pushtetar ta ndërtojnë të ardhmen tonë. Dhe çfarë kanë bërë këta? Vetëm shkatërim! Na kanë shkatruar të ardhmen. Kanë ngritur një sistem që i shërben vetëm këtyre dhe familjarëve të tyre. Turp! Ne nuk kërkojmë më lëmoshën tuaj. Ne kërkojmë dignitetin që na takon. Kërkojmë arsim cilësor, mundësi të barabarta dhe një Shqipëri ku të rinjt të mos detyrohen të largohen jashtë për të ndërtuar të ardhmen e tyre, për të ndërtojnë jetën dhe të ardhmen e tyre vetëm në Shqipëri, sepse Shqipëria është vetëm e jona. Prandaj, i dashur popull, bashkohuni me ne, bashkohuni me studentët që të ndryshojmë Shqipërinë dhe të bëjmë një Shqipëri më të mirë për të gjithë ne. Shqipëria ka nevojë për studentët dhe për popullin e saj. Shqipëria ka nevojë për zërin tonë. Dhe së bashku ne do ta bëjmë Shqipërinë që duhet.